Përshëndetje! Hello! Ja ku jemi sërish në një video tjetër, u bë shumë gjatë pa bërë video me ushqime, me snacks, kështu që i ka ardhur radha motor, që sot të ëmbëlsohemi dhe të kënaqemi, se dhe unë këto kohë edhe jam dobësuar dhe pse jo. Pse jo të ha dhe ndonjë ëmbëlsirë, kështu që përfitoj nga challenge-at që dhe unë të ëmbëlsohem pak. Dhe, prisni pak, dua të përshëndes të gjithë ju që keni gjetur faturën me 80 sekonda dhe kanë qenë disa që kanë thënë 30.000 lek, 35.000 lek. Po foja ime dhe i mbanë. Prit pak, jo. S'ka lidhje ti mbaj mend sepse unë jo, do t'i shpërndaj këtu me foto dhe kështu e dini dhe ju se për kë bëhet fjalë kush e ka gjetur dhe një më bëri shumë përshtypje se e kishte shkruar 32.500 lek, më duket diçka kështu. Dhe kishte gjetur fiks sepse ato bënin rreth 32.000 lek. Kështu që kush e ka gjetur në ky interval 30.000 lek, 35.000 lek, jeni fitues dhe ju përshëndesim të gjithëve. Do ju përshëndesesh ti motra? Jo përshëndes të gjithë, po mendoja mos e kam thënë unë ndonjëherë dhe s'maj më. Motra, pse më kujtove Mozën kur the ju përshëndes të gjithëve? Si Moza Ahmeti. Unë them ta çoj Manxin te ferma VIP që ta sfidoj pak Mozën. Unë i nxjerr tar për jashtë ata. I nxjerr ti po Moza, më duket se s'ka konkurrent. Çfarë do e bëje shoqë Mozën motor? Më bante Moza mu. Do ngjitem Nuk e di pse më vjen sikur ti do shkoje shumë atë, sa ajo shumë inteligjente dhe keni shumë inteligjencë të dyja. Nejse, bolla e mburë motrën. Dëgjoj, tash bolla e mburë motrën. Çfarë kishe këtë aty që jam dobësuar, po unë shkam qenë gjithë ditën e dobët, pse na ofendon ne vetë tash? Po jo, ti je mis. Jo, më fal, unë jam mis, ti je modele. Do nisim me videon, ju e keni parë edhe nga foto për çfarë bëhet fjalë, kështu që do provojmë të gjitha shijet e bonove motra. Çfarë është bono? Bono, Shpjegojem. ja do ta them unë, molto bono. Kur e shikon Rej reklamën e bonos me Era i Strefin, nuk e di, po kam në video do t'ja ule këtu, ai qesh me të madhe, do me thënë sa të ta bono bon. Kështu është kënga, si është kënga? Ha, këndoj pak. Po këtë si fillon? Bono bon, edhe nëse ti e don, bon, diçka e edhe nëse don, okej. Do nisi me shijet, do thoj diçka. Do thoya që janë croissant. Croissant, po molto motra? Croissant janë apo molto? Motra i vesh rritur me molto. Lexojnë këtu? Lexojnë gjë. Okej, unë i them molto. Unë i them croissant. Molto të bono. Në fakt mos të thash gabim, unë molto të pahaq. Do provojmë të gjitha shijet e bonove. Tashi nuk e di, kemi super shumë shije, nuk po ja u zbulojmë që ju t'i shikoni, por do t'ja zbulojmë një nga një dhe çfarë ka kapur dora, motor, me çfarë ke ti? Kjo thotë amore me qumësh dhe çokoladë thonë. Ja, unë do provoj time, ti do provosh tandet, apo jo, të dyja të gjitha do t'i provojmë. Kemi një 10 molto, më duket. Çfarë ti numëroj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atëherë, unë molton me qershi, ta tregonte të Anxhit, Anxhi molton me qumësh, me dashuri, qumësh, çokoladë. Çfarë dashuri moj? Pa amore thot. Amore latte çokoladë. Se ti di quë kështu. Tashi, unë ta hap këtë apo jo? Do t'i hapim të dyja. Po i tani mbarojmë punë me ata një. Bëra më kështu që? Jo. O, sa erë qërshi. Kjo me qërshi, shumë ambëla. Në fund të videos do ju themi kush në përqo më shumë, kush më pak, edhe nota do t'ja hapim në çdo morë. Një sekundë, si me motor jo. Nga që jesh me syze dielli nuk e dallon, nuk është me qërshi, është me luleshtrydhe kjo. O, e kam thënë me qërshi. Okej, sorry. Kjo që nga me luleshtrydhe. Është shumë e ëmbël, unë do t'jepja 7, nuk është që më pëlqen super shumë. Ndërsa unë nuk kam asnjë ide çfarë not jap kësaj, sepse kjo vetëm me luleshtrydhe nuk ban. Mua më bën si qërshi ajo, ha? Apo nuk e di nuk e di. Është shumë të mirë, shumë aromë të mirë. Unë po të them, nuk e di shi luleshtrydhe. Kjo thot aromë mirë. Mua më duket aromë shumë e mirë si aromë qërshi thashun. Qërshi, por luleshtrydhe në fakt duhet mbante aromë. Tani kemi, na jep motra një Ta ndaj motra. Po ka marrë 2 euro këta. Që nga një tjetër këtu, amore lote e çokoladë. S'ka që sa të e çon djalit. Dalë, po pse me, kjo e kanë qyrë ndryshe. Ka diçka ndryshe. Një lloj janë të dyja motra. Jo. Po një lloj me janë. Ja të na thon gjegësi. Kjo është më jeshile, kjo është më kafe. Shikoj më. Motra, po çfarë thua me? Para. Në fakt kjo është si gjë pjesh kjo. Shikoj. Po kjo di pse është kështu. Se këta si duket se ka zënë dielli më shumë. Po e len një. Mos janë të gjitha kështu pa mirë. Në sekondë. Të marrë pak. Se na bëre çorb. Unë këta e ndava për ty, edhe madje ishte për ne. Jo me ja pak to ma. Kjo është me çokoladë me qumësht.
Jo keq kjo. Po të shta në çokoladë se kakao. E po se është çokoladë me do dhe çokoladë. Si në Maqedoni dhe Kosovë. Është çokoladë me qumësh, 98 do t'i jap unë kësaj. Për mëngjes mirë është. Me gotë qumësh. Me gotë qumësh. Po si s'kemi marrë qumësh. Do pi ujë dhe do mbyll sy dhe do mendes për qumësh. Bek zortu. E po çike këto me motra, po te Pelena ke marrë, kjo të mbetet në dorë të mbetet kjo. Po jo, me sa e mirë është. Motër. Unë vetëm ujë te Pelena. Që kur kanë qenë te Pelena këtë të riun të këtyre, këto për thonë ngelen dorë. Jo. Shësaj hollësh bidon. Ka lidhje shisha, po mua më pëlqen shumë ky ujë te Pelenës. Tani do provojmë diçka tjetër. Mua më bën shumë kurioze kjo me vanilje. Zithi motra ndonjë? Kjo është me lule me çfarë vanilje? Po s'me lule me vanilje, lule Kjo vanilje. me lule, ja. Molto me lule. Vanilja, kjo është? Kjo është lule e vaniljes. Atë provoj një të me Atëherë vanilje. bono me vanilje. Merr dhe ti një ndërkohë, zgjidh ndonjë nga këto. Po ja më të provojmë të njerë. Me pistakjo, motër. Si shumë e fryrë kjo më. Mere më të? Bëj njërë paf si që bëra unë. Unë në përgjithësi, jam njëri që më pëlqen shumë ato shjet e vaniljes, jo të çokoladës. Motra. Se pëlqen? Vanilje, po, si vjen kështu kjo? Kjo vetëm me vanilje që s'ban? Motra sot nuk është mirë me aromat. Si të duket? Duket si me shampo dhe sa mora ujë. Ta rikujtoj dhe ty, që ti e di shumë i që unë janë nuacja me e mirë aromave. Unë jam si qenë me erë. Jo, mua më duket s'kur ti ndonjë rekord të erë, se duket s'kur Ja, e ke shumë gabim. Ashtë me tepër që... Si qenë me erë. Edhe jam trajnuar për të pjesë, do me thënë. Me erë, po. Që... Mua më shumë erdi si ato moltot me shampanjë. Jo si me vanilje. Qa note do t'japësh? Shi që biqme, dysh. Dysh? Jo dhe. Unë do t'jap 7. Ip jam, me 7 po na del një bono që të na bëj klik, të na bëj bum. Ja, pak të më ka... Kjo mbaner pistakjo? Jo, me pistakjo. Po mbaner apo? Mbaner pistakjo pra këtë po themi, shko sa mirë është. Mirë, jam bajer pa ja hapur motra. Mban shumë mirë. Tani do ta hapi motra. Do ta jap ty. Kjo si me vaj ulliri, ma. Prita që edhe unë prit pasaj. Se kuptoj këto shihet tjetë për tjetë. Cili dhe ka pistakjo me vaj ullirin? Shikoa. A si me vaj ullirin? E kam seriozisht. A si vaj ullirin? Sa të lashtë të mbani. Gjo, mos me vaj ullirin ka nga truar me pistakjo. Wow. Shia moj. Molto me pistakjo me vaj ullirin. Shu herë pa hapur më rajre mirë. Asaj? Unë kësaj 4 do t'ja. E jam prapë të mire ka. Nuk jam kërë si croissant, se s'duam t'i shajmë tani, po... Tani, na fali, po nuk korespondon zeri me figurë. Si thonë asaj. Gjithsesi, kemi 4 molto të tjera, kështu që shpresojmë që ndonjë të na bëj bam. Se nuk e di. Po kjo vaj ulliri kështu. Po, çashie. Shplajnë, po të shplajnë. Pritani, unë kam 2 këtu. Jo, mos i trego me qari ke. Do që me shumë gjera. Croissant tale me lajthi. Il sogno del croissant. Kam një përshtypje sikur kjo do më pëlqej shumë. Motra, merre lajthin në? Kjo mbaner lajthi. Ku është kokra? Ku është me? Që të merre lajthin në? Është bono me lajthi. Kjo na i regullovi gojën. Do me thëmë po blet bono, këtë me lajthi merreni se e super. Kjo 10 nga 10. Lalkë që janë ka? Kjo bre lalkë. 10 edhe unë kësaj. Mirë bono, mirë nuk po na shgënjej, se mendova se mos na shgënjeje, po jo. Jo, deri tani kishin ca shije të çuditshme, po. Mojnë pas edhe ne nga që i provojmë të gjitha e pastaj si punë e parfumeve që i mbanë gjithë parfumeve pastaj s'dim me çfarë shije ka. Çfarë arome ka. Pse ke marrë 2? Po 2 dhe kisha 2 unë 2 ty, po ti e hëngë tani këtë dhe. Kjo që ka me qershime. Ja pra. Okej, kjo është me qershi, por do ta provojmë pak më vonë. Tani jam shumë kurioze për këtë unë. Atëherë kjo me lela është me mjalte dhe me fruta. Se di me fruta pylle apo me fruta dikti mot. Është me mjalte dhe me fruta.
Ja si thotë, il sogno del croissant al miele e frutti. Do të tregoj që di italisht. Unë di italisht. Italisht, di italisht të ti. Apo s'është e Ti vakt. ma ka ishte ato letra të rej. Kush letra? Ato letra të fshin të rej. Letrat e felenave. Mirkamomil, aha, sot nuk kemi mirë. Kjo është me fruta, ne themi mirkamomil. E ka po milë të ti, se unë e gjitha e. Kjo mua më ngjan si me reçel kajsie. Më thënë, këtu më dihet vërtet ajo shia e mjaltit që ka mjaltëm. Dua të them diçka për këtë bono, që në krahasim me gjithë moltot e tjera, këtë shije nuk e kisha asur në asnjë molto. E kishe parë ti motër këtë me mjalte me fruta, unë asnjëherë. Kështu që për Po me këtë risi qersi që isha ka parë, dhe për po. shijen, unë do t'jap 9/10, a për 10. Ti motra çfarë do t'japësh? Nën do t'jap, sepse nuk është erë mjalt për fshatin, nga i mjalti që unë do më. Nuk e dash ka mjaltin bio. Ashtu do. Nejse, unë nuk e di, po nuk është që kisha shumë pritshmëri, por më bante shumë kurioze, që nga super. Tani na japim një atë tani, pastaj timen mund. Okej. Motor, po thuaj para sa besh atë motor se jemi me zemër. E kemi me qershi tani. Ja, kjo bie qershi, po me lështrit e binte më shumë me qershi, ha? Po kjo bie lështri. Kjo duket Zotin me e lështrit, dishi. ha? E shikoj? Ka ngatruar letrën, motor. Bono do ketë ngatruar letrën. Kjo që është me qershi, duket si me ndjera, lështrit, po. Ashtu bie fix. Ajo ishte me qershi motra, ajo letra tjetër se u bëm lëmsh u bëm. Nejse, më e mirë se a tjetra është. Më pëlqeu. Do të ndër tani më ka pëlqyer. Jo, më shqur. Jo, më të thuaj. Kjo me qershi më pëlqeu dhe mua. Nant. S'po jap di se është shumë e ëmbël. Tani kemi dhe një surprizë nga Anxhi. Në alkohol, ja dash notën asaj. Ti Nant sikur ta apo jo. Nuk se sa për ditër, se s'maj me ta. He, jepi një notë. 8 për natë. 8 për Nant. Unë jap Nant fix. Do t'jap ja ditë, po vetëm se është shumë e ëmbël. Plus 30% di farcitura. Qa është kjo farcitura? Për që tuaja s'më ke. Ban 30% farcitura. Qa është farcitura? Se di, me që më kujtove këtë që do të thot kjo që po thua, se di si jeni ju me gjuhët e huaja, po një pjesë e trurit tim nuk funksionon për gjuhët huaja dhe kur isha në Zvicër nuk e mësa do gjermanishten. Nuk e di po unë kam ndonjë problem otër me këtë pjesë, po. Kur ishte e vogël për pare, të që në ke mësuar e la anglisht, ka mësuar e motra. Edhe më theshte, aj e, më se shteshte, dhe që qërë do me thënë? Me thënë që kur themi me aj, përgjigjem me ju. Kur themi me ju, përgjigjem me ja. Si s'mësova do të ndërkohë që motra është e kundërta ime, di mbi 5-6 gjuhë të huaja. Bilinguale. Tamam, kështu që na komentoni ju si jeni me gjuhët, jeni ti me jona që nuk i kapni mirë apo ti Manxhi që dini shumë gjuhë. You, sister, me. Ju ëndaj. Atëherë, në kam vetur me kjo me 30% farcitura. Që ju do na i thoni xhametan se kemi idejnë. Tregoj se është me çokoladë. Tregoj Po, unë mendjen e kam ta bëj pluq. Jo ta bëj unë njëherë ashtu. Bëje. Vetëm me çokoladë, kjo atje trash me lajthi, se mos është e njëjta apo jo. Kjo është vetëm çokoladë. Nuk është në ngjyrë. Okej, më jep pak mua tani. Nuk është si ti ka shumë kjo shepër ti po nejse. Mua nuk e di pse po mua më plasën shumë, më bëjnë bup. E po janë zbutur se në fakt ishin shumë të fryra, po ne i mbajtëm pak në diell këtu në makina. Sa ka shumë si shihen asaj që ishte me shtruar kapo. Po atë shumë shëndem. Është tamam me çokoladë. Është çik më e mirë se me qumësh, a? Ajo është si me kakao ajo me qumësh. Kjo është vetëm çokoladë. E ka shumë shijen e çokoladës. Në qoftë do i jam vlerësim për këto me çokoladë, midis kësaj asaj me qumësht edhe asaj që ishte çokoladë lajthi. Lajthia. Fiton të çokolada me lajthi. Edhe unë asaj do t'jep jam. Nëse kjo, nant edhe në 10 mund të shkoj se shumë e ëmbël. Ti çfarë notë jep kësaj? 6, po pse me motra? Çfarë se pëlqen? Se di. Fshi e gishtin që më... Non mi piace. Ku ta fshi? Ku ta fshi motra ta fshi këtu? Ai ta fshi motra këtu. Ne po ku ta fshi? Bek. Fshi gishtin thot, po ku ta fshi gishtin? Kur dhe mund duhet të çojmë me mimosën atje. Po vajta me mozën una do që men të Shqipërinë, po lere se s'kemi ngjera një të rinë gjithë para ekranit.
Me mirë kur të hyj unë ta shikosh ti. E rimbaj re inti se unë të hyj aty. Jo, motra. Unë thjesht po e manifestoj që vitin tjetër në Big Brother ose Ferma VIP mund të hyj dhe unë. Po e manifestoj. Rejnë e mbaj unë po. Do të hysh për vete. do ty do. Mirë, hajde edhe ti edhe bëjmë atje kundërshtime bashkë, bëhemi kundërshtare. Aman. Ne të dyja duhet kapemi Motra dhe armike në Ferma VIP ose Big Brother. Tani. Se jemi të kundërta në shumë aspekte, në shumë kështu, do mos na shikoni kështu që. Tani nejse. Tani do themi Bono që na pëlqeu më shumë dhe Bono më pak. Kush të pëlqeu më shumë ty motra? Nëse të pëlqen ty, ban. Tani unë jam midis kësaj me për mua fiton. Fruta pylli, ku është? Ta thash kush fiton, apo se kam thënë? Jo. Atëherë, unë do isha midis kësaj me lajthi edhe kësaj me fruta pylli dhe me mjalt. Tash me këto midiset ma ishtrurin fare kjo mua. Okej, një, ka do zgjedhësh ti? Unë po zgjedh këta me mjalt edhe me fruta. Ti? Me lajthi? Ka do jetë? Unë zgjedh atë me lajthi dhe me çokoladë. Kjo është. Dhe ato që ishte me mjalt, kaq. Po dhe unë këta. Po dy janë pëlqen. Okej, këto fitojnë shumë të parë. Shihet kjo. Do me thënë kjo. Atëherë, në qoftë se do merrni, i keni gjitha të provuara, këto ishin në të shishta. Këto të dyja mund t'i blini se janë super. Ka shihet e veta, po që... Kurse aq që më pëlqeu më pak ishte kjo, se më dukte si merr edhe këtë me vaj ulliri, se është shumë e mirë. Jo. Me pistakjo. Me vaj ulliri. Kjo me vaj ulliri, edhe unë me pistakjo. Thonë përshave, i 300 të shumë nga ikra dhe ata. Kira shburis pa dashje, e pëse ndenja këshu. Po më jam... Okej, kjo me... Sa është dhe e di, nuk i them do dot të me paska pistakjo. dasën. Tamam. Nuk i them dot me pistakjo dhe me vallëri. Kjo me pistakjo për mua ishte në vendin e fundit, të tjerat as mirë as keq, domethënë mesatarisht. Dhe më të mirat kjo me lajthi dhe me fruta dhe mjalt. Tani, një pyetje për ju që t'ju përshëndesim në videon e radhës. Sa mendoni që ka shkuar të gjitha këto moltot? Një llogari e thjesht që e keni ide sa është një molto? Jo, mos tregojmë sa ato pishin, duhet ta shikojnë mirë. Mirë, llogari për vete nga që ti bëj shumë llogari unë. Okej, shikojeni mirë videon, po se keni parë deri tani sa molto ishin. Ktheheni edhe një herë se deri na bëni dhe ne, sa më shumë views të bëj aq më mirasht. Kush e gjen fiks aman, jo me për afërsisht. Kush e gjen fiton një bono. Kush e gjen fiks, se sa kanë kushtuar, unë tash se di ku e kam patur. Në çfarë do qirash ti kush e gjen? Ja, e kam këtu. Shikoj ti motra. Kush e gjen me çfarë do qirash ti? Shikoj, fiks duhet ta gjejnë. Ai ta di unë. Për shembull, 899 ose 766, kështu fiks duhet ta gjejni. Kaq kanë kushtuar. A do ta mbaj mend dhe unë po nejse. E unë do ta mbaj mend, se është kollaj. Kështu që ju presim në komente, vetëm komentet që janë fiks në atë vlerë, do përshëndetje në videon e radhës. Motra, sqaroj pra me çfarë do qirasësh kush e gjen? Me një përshëndetje nga ekrani. Kaq. Po. Unë do qyras me nga një molto. Po u takuam rastësisht ose jo, edhe unë. Nga një molto. Ja, ti the një përshëndetje, lutem shumë. Okej, kush e gjen? Ti e buzëqeshje përshëndetje, mos të qyras unë, ç'kem, mos e vrisni. Okej, do ta ndryshoj edhe një herë. Kush i gjen? Ato komente që do i gjejnë, unë do t'ju dhuroj nga një bono me këto shihet që ne pëlqyem. Kështu që shihet ta zgjedhin vet ata. Okej, do t'ju qerasim me bono, edhe nëse janë në ndonjë qytet tjetër, mbasi ja u dërgojmë me postë, ju dërgojmë edhe në kartolinë, s'është ndonjë gjë e madhe, po kështu si për qejf, si për gjest. Si mendon ti motra? Shumë ide mirë, bravo motra, ke ideje shumë kreative. Ju duam shumë të gjithëve. Lini një koment se ju lexojmë të gjithëve dhe bashkë të shihemi në videon e radhës. Ta përshëndes çik my Shailën. Ha, moj hati. I love you my Shaila. E di vetë ajo. Oh.